mbi vetveten. Dhe ai ndron lavdinë, ndron madhështinë, ndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur më rrinë në Waterloo, gjithçka shëmbet. Përballë tij nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës, ka balë, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, plagë të hapura, këmbë të kputura, koka të shpartalluara, njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin pa të marruar sa ata që sulmojnë dhe pse ja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaosin e realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme. Është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës sonë, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumëfishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativat rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshojë botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëjë një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj dhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerëspyjeve, i kemi pasur lajtmotiv dhe i kemi lajtmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet
përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet. Sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet kthehet në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Njeriu mendon se po lufton për diçka shumë fisnike, ndërkohë që është bërë një ushtar në një betejë që faktikisht nuk është më e tij. Ashtu si Fabrice Del Dongo. Ai hyn në fushën e betejës i tërhequr nga magneti i një ëndre fisnike dhe dal nga dalë rrezikon të zbulojë shumë vonë se beteja ku përfshin nuk ishte ajo që kishte besuar. Dhe mësimi i Fabrice Del Dongos nuk është të heqësh dorë nga ëndrat, nuk është të heqësh dorë nga dëshira fisnike që të jesh një ushtar i natyrës, që të jesh një vullnetar në mbrojtje të biodiversitetit, që të jesh një zë, një aktivist në kërkim të një harmonie sa më perfekte mes natyrës dhe zhvillimit. Përkundrazi, është të mos lejosh që ëndra të bëhet më e fortë se e vërteta. Dhe që duke u bërë fanatik të rrëzosh mundësinë e bashkëpunimit me faktet dhe me të tjerë që ti nuk do ta shohësh se mendojnë si ti. Duan të njëjtën gjë që do ti. Flamingot nuk ka nevojë për turma të rëmbyra nga histeria e algoritmit dhe të nxitura nga interesa të tjera që nuk janë fare interesat tona, nuk janë fare interesat e Shqipërisë në një betejë të globalizuar, jo se bota papritur zgjua e alarmuar për fatin e flamingove, por se bota spostoi në nartë një betejë të madhe kundër presidentit Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën, dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mllef dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, arsye që s'na interesojnë, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre të reja që u bën shumë shpejt vjetra, të vogla që duhen të rriten duke hedhur gur, duke fshehur duar, duke nxjerrë një dorë, duke mbuluar një dorë tjetër. Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit. Për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë mas një vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer. Dhe jo për ta rrëzuar, ndërkohë që ai është në lindje sipër. Besoj që ky shënim ose më saktë kjo hyrje në këtë blok shënimesh është e mjaftueshme për ta quajtur bllokun të mbyllur për sot. Sepse çdo gjë tjetër e keni mësuar nga urimet e tjera të lajmeve nëse keni mësuar, por edhe në mos e paçi mësuar akoma, është më pak e rëndësishme se sa prezantimi me Fabrice Del Dongo. Shumë faleminderit.
Epizodi i 23 i sezonit 6 podcast i flasin, zëre se zhvillohet në Gjermani. Edhe madje edhe titulli i episodit, Gjermania, është perfekt. Për faktin se të ftuarit këtu sot kanë të përbashkët pikërisht Gjermaninë. Kanë ikur, kanë studiuar, kanë punuar, kanë dashuruar, nuk e di, po me siguri. Dhe janë kthyer. Pse u kthyer nga Gjermania? Si u kthyer nga Gjermania? Ç'ju desh që u kthyer nga Gjermania? Si ju vjen turp që lanë Gjermaninë dhe erdhën këtu në këtë vend? Këtë do ta dëgjojmë me Joanën, me Marinin dhe me Armandin. Marin me Armandin, përveç se janë të lidhur me Gjermaninë, janë lidhur edhe me prindrit se kanë të njëjtët prindër, janë dy vëllezër. Kush je dhe pse ke shkruar që doje të vije këtu dhe çfarë doje të tregoje, të ndaje me ne, me ata që na ndjekin, je e lirë ta bësh. Unë jam Joana Sita, si që thatë edhe ju pak më parë, jam kthyer nga Gjermania për të investuar në Shqipëri në fakt, por që jam shkolluar në Shqipëri dhe kam punuar për disa vite në Shqipëri, jam rritur në Drejgjas të Vlorës, edhe pastaj kam ikur në Gjermani. Disa vite atje më treguan që nuk ishte aq e thjeshtë sa e mendoja, me thënë të vërtetën, dhe më mungonin shumë gjëra nga Shqipëria. Çfarë të mungonte për shkak? Më mungonte e gjithë Njohja që kisha këtu, më mungonte gjithë liria që mund të bëja atë që doja, pasi unë i ka si IT në Gjermani dhe nuk ishte dhe aq e thjeshtë. Ti ke studiuar informatikë? Po, shkenca kompjuterike. Po pra, normalisht, Ishte okay. teorikisht ti do ta kishe kollaj, por nuk ishte aq kollaj. Nuk ishte aq kollaj sepse në gjithë botën e mendonim që mund të punoje me anglishtën, si IT. Por nuk ishte vërtet. Të punosh në Gjermani si IT duhet patjetër të kesh B2 gjermanisht ose të njëshin profesional. Hallë vetë. Që ishte shumë halli më. E mësoj gjermanisht? Të them të vërtetë Sprachen Sie Deutsch? Nein. Nein, okay. Sepse Për fat të mirë unë mora një hap shumë të madh dhe hapa biznesin tim aty mbas një viti. Në Gjermani. Në Gjermani. Domethënë the unë s'po mësoj gjermanisht, por po ju shes gjermanëve produktet mia. Unë hapa një kompani që mendova se mund t'ja dilja me njohurit që unë kisha dhe ja dola për 7 vite rresht. Një kompani IT? Jo, një kompani rekrutimi në fakt. Rekrutimi. Po. Kë rekrutoj edhe për çfarë? Në ato kohë ishte shumë e vështirë që një shqiptar, unë vura gjithë eksperiencën time. Po, unë gjithë eksperiencën time të keqe e vura në punë që të ndihmoja shqiptar kush donte të ikte, po të ikte në një mënyrë zyrtare. Jo siç mashtroheshin lart e poshtë. Dhe këtë bëra. Pastaj e kuptova që këtu në Shqipëri po ndryshonte shumë dhe nuk ishin më të njëjtat kushte. Këtu kërkonin që të rrinin të punonin në Shqipëri, edhe hapa një kompani tjetër në Shqipëri që sillte fuqi punëtore nga Azia. Sepse fuqia punëtore këtu, gjitha bizneset kishin shumë nevojë dhe çfarë bëra, hapa dhe një kompani në Shqipëri që sillja nga Azia drejt Shqipërisë për punonjës hotelerie, dado, nga Filipinët, edhe sepse kuptova që dhe shqiptarët nuk po iknin më në Gjermani. Dhe kjo është kompania që hapa këtu me aziatikët, u prit shumë mirë. U prit mirë sepse kishte shumë nevojë për fuqi punëtore. E bëj prej 3 vitesh tashmë, edhe jam akoma shumë aktive këtu, pra nga një person që unë vija një herë në vit në Shqipëri, u ktheva në një person që rri 8 muaj të vitit këtu. Të gjithë para sezonit veror dhe gjatë sezonit veror, sepse të gjitha bizneset kanë nevojë për fuqi punëtore dhe unë i suportoj të kjo pjesë. Ke dalë një shteg pak delikat, se unë nuk dua fare t'ju përzije ju me këto ngjarjet e ditëve të fundit, se nuk dua që t'ju vënë asnjë pozitë, për më tepër nuk dua pastaj që t'ju sulmojnë në për rrjetet sociale, po gjithsesi më dolën në shteg sepse
ti merresh drejt për drejt me një punë që ndihmon ata që kanë nevojë për punonjës. Dhe do doja të duke qenë se ti e njeh realitetin e supermarketit shqiptare, do doja që të thoje pak tu se sa larg vërtetës është ajo teoria që nuk na duan ne se i duan pakistanes, nuk na duan ne se i marrin Filipinën si i trajtojnë si sklever, nuk na duan ne se s'duan të paguajnë. Në fakt, unë do të tregoj eksperiencën time që kam 3 vite në Shqipëri që e bëj këtë gjë. Realisht, ju keni thënë një shprehje që ne përdorim sot që ka punë, po a ka profesionist, a ka njerëz si ata punojësi që unë sjell nga Azia, që kanë vërtet dëshirën të punojnë. That's all, domethënë mjafton dëshira për të punuar. Shikoj të gjitha llojet e bizneseve, se thash për hotelerin, por në fakt të gjitha kompanitë, fasonerit kanë nevojë për punonjës. Një fasonerit, okay, mos i flasim për fasonerit, se te fasonerit thonë që janë rroga të ulta në krahasim me pretendimet që kanë këta. Po le të vim tek pagat e hotelerisë. Në hoteleri, pagat sot shqiptarët sot që kanë hotelet paguajnë si Greqi paga shumë. Shumë mirë paguajnë. Një shef kuzhine në një restorant në jug për momentin paguhet dhe 2.000 euro dhe 2.200 euro. Një kamarier paguhet 1.000 euro, mos të flasim për bakshishet që në sezon edhe në Greqi kështu funksionon. Domethënë, për sa i përket sanitarëve, këtë pjesë e kuptoj që zgjedhin filipineze, sepse u duhet një numër shumë i madh, një zonë po them orikumi. Duhen 40 punonjëse në një hotel all inclusive. Dhe ti mbledhësh gratë e orikumit të pa puna, ndoshta nuk bëhen aq. Dhe për këtë arsye detyrohen dhe marrin nga Azia. Jo, po nuk po them dhe këtë tjetër. Që un kam raste, se un flas me raste konkrete dhe arsyeja pse janë fare i qetë që i ndaj këto gjëra është e para në të vërteta, e dyta sepse shumica e njerëzve, Shqipëria që nuk jeton në atë llogoret e luftës barbare të rrjeteve sociale, e di shumë mirë se si janë gjërat. Ky është realiteti. Dhe faktikisht edhe për sanitare nuk është e lehtë që vajzat apo gratë shqiptare të pranojnë të punojnë sanitare në privat. Po. Ka që duan në shtet. Pse se në shtet rri pjesën më të madhe të kohës ulur, nuk je në kushtet kur pastron gjatë gjithë kohës me kërkesat që ka një hotel etj. Kështu që edhe për sanitare do thosha që për atë specifik pune, prap pagat janë shumë okay. Janë shumë okay, sepse paguajnë dhe për orët ekstra nëse duan të punojnë, paguajnë akomodimi dhe ushqimi e kanë të përfshirë, biletat i kanë të përfshira, ushqimin, çdo gjë që ato shpenzojnë aty në punë kanë të përfshirë. Kështu që normalisht i trajtojnë shumë mirë për sa kohë paguajnë çdo gjë. U paguajnë vizën. Po të gjenin punëtor shqiptar nuk do të kishin nevojë të harxhonin kaq shumë. Harxhojnë shumë më tepër për të marrë, se këtu dole përsëri dorosh për shumë nuk diskutohet, po harxhojnë shumë më tepër për të marrë punonjës të huaj, së gjitha i angazhim, se sa po të kenë një punonjës shqiptar që ka shtëpinë aty, vjen në punë, shkon në shtëpi, ose dhe kur shkon në bregdet gjatë kohës së pushimeve e paguajnë më shumë, pikërisht sepse nuk bëjnë këto shpenzimet e tjera. Çfarë më thonë mua klientët e mi, gjithmonë nga marsi, prilli, gjithmonë shikojnë rreth zonës së hotelit nëse ka vendalin që duan të punojnë dhe pastaj fillojnë rekrutimin nga jashtë. Mundohen të gjejnë, për shembull të mbulojnë 20% të fuqisë punëtore dhe pastaj fillojnë rekrutimin. Nga eksperienca ime, të gjitha hotelet e bëjnë këtë gjë. Domethënë, për ta është më me leverdi të marrin punonjës të vendit se sa të marrin nga jashtë, sepse ka më shumë besueshmëri, ka më pak harxhim, edhe në fund të sezonit janë të lirë që të mbaroj kontrata për ta, kurse për të huaj kanë më shumë angazhime. Po. Ndërkohë, vim të dy vëllezër, ju keni studiuar në Gjermani.
Po, unë jam Marin Shera, me prejardhje nga Tirana. Unë kam ikur nga Shqipëria në moshën 18 vjeçare në vitin 2012. Duke qenë I lindur në Tiranë? Po, i lindur, po edhe Po pritit janë nga Tirana. Tiranës dhe ata? Po. Po gjyshi Tiranës dhe ata? Po, nga Po fshatet së gjyshi Tiranë. dhe ata Tiranës? Po. Po, regu pra që e këtu. Me puse me carac. A ne e theja dhe me prejardhje. E keni jo Tiranësit këtë, e keni që doni që këtë pjesën që shiko se kena qenë ne, pastaj keni ardhur ju. Dhe kam qenë tek shkolla Fanoli, pastaj tek Sami Frashin projektin gjerman, domethënë kam pas mësues gjerman. Dhe që moshën 15 vjeç fillova të zotroja gjermanishtën dhe kjo ishte një arsye pse vendosa të ikja në Gjermani. U desh të bëja një vit kolegj, sepse atëherë ishte pak më vështirë, ishte komplet burokratike, pastaj u hoq, u bë më e thjesht. Më pas shkova i vetëm nga Frankfurti në Müni për studiuar në universitetin më elitar gjerman që është Universiteti Teknik i Müniut. Aty fillova inxhinierin e ndërtimit dhe në moshën 23 vjeçare pasi mbarova bachelorin, fillova të punoj në studio inxhinierike infrastrukturore për hekurudhat dhe më pas vazhdova masterin krahas për inxhinieri strukturore prapë në Universitetin e Müniut, krahas masterit kam punuar në universitet si punonjës shkencor edhe në fusha nga më të ndryshme të ndërtimit, jam marrë me software inxhinierik, me ndërtimin e lartë si strukturist, gjithashtu dhe me drejtim investimesh dhe zhvillimesh të real estate-it në Müni, ku kam qenë dhe vlerësues konkursesh arkitektonike që u bëshin midis 15 arkitektëve të ndryshëm për objekte që do ndërtoheshin në Müni. Dhe së fundmi jam marrë me një nga projektet më të mëdha në Bavari si inxhinier, që është stacioni i trenit Müniut, një projekt që shkon nga kostot tek 7 miliardë euro dhe në vitin 2019 pasi unë përfundoja masterin, mu bashkangjit Manti, i cili kishte studiuar këtu arkitekturë dhe që mund të prezantohet. Unë jam Armand Sheja, siç e tha dhe Marini. Ne jemi rritur dy në Tiranë. Unë kam bërë dhe studimet për arkitekturë. Keni fani sekond. Ti si mendon? Se po i shikoj, kush është më i vogël në këtë? Ne u njohëm pak më parë, unë e mora vesh që Mandi është më i madhi, por në lafologji e kalon i vogli duket. Në artikulim. Ti je më i madhi. Po. Unë thash se ishe nga ata më të vejlit me kështu, me fatkeqësi në flok, po që ke i madh, domethënë pas shkuarës në Gjermani, domethënë të filloj dhe rënia, kush ai shiva ai? Ai është rrit atje pothuajse, Po ti vajte mbrapa. Unë vajte mbrapa. Po ti çohet vogël një herë për të pa terrenin? Po, për të përgatitur terrenin. Ndërsa unë kam ikë rreth vitit 2019, pasi mbarova studimet për arkitekturë në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ne kemi pas një fëmijëri shumë të larmishme në Tiranë, të dy bashk. Kuriozohesha gjithmonë se çfarë fshihej pas sendeve për ditëshmërinë tonë, në ato kohë ishin lodrat tona, dhe nuk hezitoja fare që ti çmontoja thjesht për të parë çfarë fshihej pas, çfarë mekanizmash kishte për të dhënë funksionet e duhura, domethënë lodrave të saktuara. Dhe që aty ne fillonim, arrinte një pikë që nuk ne entuziasmonin më lodrat, por vazhdonim projektonim me skica të thjeshta, një formë të re, me një funksion, me një mekanizëm të ri, duke kombinuar mekanizmat aktual që kishim ekzistues lodrave të ndryshme. Edhe që këtu filloi ai entuziazmi për të krijuar objekte të reja që sot janë konkretizuar më shumë duke u bërë lodra për vërtetë, le të themi. Po tani këtë do të përpara, se ke gjithkohë, çfarë është kjo? Kjo është prototipi i parë i projektit tonë të makinës, që është i sur makinë. Makinë lodra apo reale? Kjo është reale. Ka pas filluar në Shqipëri diku nga viti 2016 si projekt, ndërkohë që unë dhe studioja. Dhe këtu ka qenë me programet e arkitekturës ku kryesisht projektohen ndërtesa, unë fillova të eksperimentoj dhe të modeloj formën e një makine, domethënë për sa i përket volumetrisë, domethënë sipërfaqeve të ndryshme të saj. Dhe krijoi një impakt aq bukur tek unë sa që fitimet që po bëja si arkitekt fillova të i shpenzoj për ndërtimin e prototipit. Domethënë kjo është pamja e makinës që ka marrë, domethënë forma që ka marrë ditët e sotme. Pasi ky projekt ka zgjatur disa vite. Po kjo është akoma prototip. Kjo është akoma nuk e keni futur në akoma ne po ndërtojmë prototipin, pjesët për sa i përkasin pamjes jashtme, pjesët kompozite po i ndërtojmë në Shqipëri. Ku? Në pranit të Tiranës, diku afër Universitetit Bujqësor. Po me këtë punojnë? Aty kemi një ambient toni dhe kemi lënë 9 kontraktorë të tjerë që punojnë me pjesë karboni, ndërkohë
koordinatat ose tolerancat për sa i përket formave janë nisur në 3D, domethënë pasi e kanë projektu komplet në 3D virtualisht dhe ato i ndërtojnë në makete reale, po. Po, do bëni makinën e vërtet atje? Ne do bëjmë makinën e vërtet, por pjesa për sa i përket konstruksionit makinës po ndërtohet në Myni, pjesët teknike, kemi edhe atje bashkëpunëtorët tonë, startupet ndryshme, por kemi menduar që asemblimin përfundimtar ta bëjmë në Tiranë, si dhe prezantimin e parë, domethënë. Madje edhe një testim. Domethënë prototipi i parë do jetë vetëm për funksion ekspozime, nuk do jetë në performancet maksimale, pasi janë kosto tjera. Po kur mendoni që e mbaroni këtë? Kjo mund të arrihet me punë intensive brenda një viti pak a shumë. Por varet edhe nga mbështetja që Për momentin, domethënë një prototip për qëllime ekspozimi jemi të aftë ta mbarojmë brenda një viti. Ku njerëzit mund të shohin për shembull hapjen e dyrëve, mënyrën si zbulohet tavani, Ku servisi. doni me dalë me këtë rrugë këtu? Se kjo ju konsumon shumë kohë dhe energji apo jo? Po, Po çfarë bëni ndërkohë? unë punoj si arkitekt në Myni, punoj me kod pjesëshme dhe pjesën tjetër ne harxoj për këtë projekt. Punoj për brende luksoze siç janë Rimowa, Adidas edhe shumë tjera në fushën e arkitekturës. Ti jeton këtu apo jeton atje apo? Unë jetoj në Myni që prej vitit 2019. Dhe aty pasi morëm pjesë në projektin e urës me Marinin, u bëm të pjesë e projektit Hyperloop që ishte nga Universiteti i Myniut, domethënë projekti shpallur nga Elon Musk për trenin më të shpejt në botë që udhton në vakum. Dhe aty isha pjesë e departamentit dizajnit, Marini pjesë e departamentit statikës. Domethënë duhen kalkulime statike për tubin që do hiqej ari komplet. Po ti ja e këtu. Ne jemi tani, pasi kemi arritur atje disa bazat, me thënë unë drejtoj një zyrë inxhinierike me know-how 40 vjeçar. Dhe Atje? Po, atje. Edhe tani kemi mundësinë që të kthehemi në Shqipëri, këtu kemi krijuar fillimisht workshopin për prodhimin e makinës, po kemi edhe zyra dizajn dhe dum që të tërheqim dhe këtu potencialin vendas për të punuar për projektet përbashkëta. Kryesisht projektet që kemi atje të përditshme, por këto janë projekte më ambicioze, ne kemi edhe një urë që njihet në media gjermane, quhet Rosengold-Brücke, që do të thot ura e trëndafilit Florint, ka qenë një konkurs studentor dhe ne morëm frymëzimin nga natyra, nga një trëndafil që bie në gur, gjemat e trëndafil ishin diagonalet, kurse kërcelli trari kryesor. Kjo ishte një ujë që është e kategorive të lehta për këmbësor dhe ciklist, edhe pretendohet të ndërtojë në zemër të Myniut, ku lidhet pjesa qendrore me parkun e njohur olimpik. Dhe pasi patëm një rezultat shumë të mirë dhe një përqyeshmëri të lartë, ja prezantuam Këshillit Bashkiak një prej 3 kryetarëve të Bashkisë Myniut. Dhe kjo do të ishte një ikon urbane, nëse do të realizohej në Myni. Tani, duke qenë se është qendër e qytetit, burokracia është shumë e lartë dhe fatkeqësisht Gjermani para spesha interesave sociale-ekonomike dhe edhe kapitaliste e ka lënë më njanë artin dhe kreativitetin, edhe po diskutohet ndoshta për të bërë një nëntkalim. Por ura mori goxha pëlqyeshmëri, u publikua nga gazeta, u përdor si sfond promovues për partitë SPD, Kryne e Kuqe Gjelbër. Dhe kjo do të ishte një realizim jo vetëm arkitektonik e inxhinierik, por një ikonë artistike për një qytet dhe ne pretendojmë ta bëjmë diku tjetër. Më kanë ardhur sugjerime për të kontaktuar në Emiratet e Bashkuara. Do ishte ndoshta një arritje madhe dhe për kulturën tonë të ndërtimit, nëse ne mund ta realizoshim diku në Shqipëri, ndoshta në një aks ku mund të përshtateshe. Ka kosto të lartë? Kostot e urës për atë që përfaqësojnë nga ana artistike, sepse në arkitekturë mund të arrihen më thjesht forma të çuditshme, por tek veprat inxhinierik është më vështirë, sepse është horizontale ajo dhe kërkesat janë më të larta. Kostot nuk janë shumë të larta në krahasim me vlerën që mund t'japi si atraksion dhe turistik. Pasi ne kemi menduar aty ku pjesa gurit, kemi një pjesë kafene, parkingu e tjerë. Edhe kjo shkon 320 metra, duke marrë parasysh dhe 3% e tërësisë që është për njerëzit me aftësi të kufizuara. Kostot ne kemi llogaritur, kemi një llogaritje paraprake. Nuk i konsiderojmë shumë të larta, por veçanta e kësaj është që unë e propozova për tezën e masterit dhe aty mora mbështetje nga një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit anijeve dhe të jahteve në botë, që është OZ Stahl me qendër në
në Holland dhe Gjermaninë e Veriut, aty pash se si prodhohen anijet, urat dhe bëm komplet ndërtueshmërinë e urës, se si do bashkoheshin fletmet me një përthyrje të dy fisht me anë të saldimit dhe si do të krijohej kjo urë në formë skulpture. Dhe me këtë mbështetje, unë e mora edhe nga universiteti sepse në përgjithësi do të jetë shumë shkencore një temë, po duke qenë se ky projekt ishte aq tërheqës, mu dha mundësia edhe nga profesori të gjeja se s'bën aty një indikator shkencor. Dhe e kemi edhe projektimin dhe zbatimin tashmë gjatë studimeve të kalkuluar. Po zyra funksionon, bën punë për të tretët, besoj. Po, neve bëjmë punë për klientel shumë shekullore gjermane dhe është punë e përditshme, kurse këto janë projektet më ambicioze që kemi që po i zhvillojmë krahas punës. Sa punonjës ke në zyrë? Kam 6 punonjës të brendshëm, jam unë si drejtuese, është sigurisht një ekonomiste e brendshme, marketing, është një skuadër e madhe, pastaj si agente Po kështu jashtëm. sa individ trajton në vit? Shkon diku mesatarisht 80 deri në 150 persona në muaj që sjell. Shkon. Po, Shkon deri te domethënë 90-100, ha? po, në muaj. Por në sezon veror shumë herë më i lartë. Por ne kemi edhe klient nga Thethi deri në Saran, domethënë që edhe gjatë dimrit punojnë edhe shumë hotele mbajnë të hapur 12 muaj të vitit, por punojmë edhe me profesione të tjera siç janë lavazhier apo estetiste, pra dado që funksionojnë gjatë gjithë vitit, por sezoni veror sjell numrin më të madh të punonjësve. Që të njëjtët persona qëndrojnë edhe në dimër në Shqipëri. Plani si është për më tutje? Plani është, unë shikoj, i përshtatem edhe Shqipërisë. Shqipëria po ndryshon shumë në fakt, krahasoj që në vitet kur Do unë hash jetoja. do të sulmojnë, do të bëjnë copash. Po ndryshon për mirë, pse? Është e vërtet. Po këtë e di unë, po puna është që këto ditë është i çiksi nxehtë. Unë nuk e them për të gacmuar këtë ditë, me thënë të vërtetën, është diçka që kur unë jetoja në Tiranë, zoti kryeministër, punoja në një kompani private aty në blog dhe bëj lufte madhe për një vend pune, kurse tani i punoj si të thot po deshe. Domethënë, nëse ka ndryshuar shumë Shqipëria, rrogat janë rritur shumë. Unë atëherë punoja me 5.000 lekë të vjetra. Dhe mundohesha vërtet shumë, pagoja shtëpinë me qira, nuk më merrja të ardhur nga familja ime dhe punojësit e mia tani është minimalja në zyrën time është 1.300 euro paga. Po në atë kohë i merrte një ministër atë pagë. Unë nuk dua fare as të sulmohem dhe as të përfshihem kësaj. Unë flas si një vajzë e re që vërtet i ka prekur të dyja realitetet dhe e kam ngritur çdo gjë vetë nëpërmjet mendjes time. Kam ndërtuar kompani me shërbime. Si quhet kompania? Real Recruitment Agency. Real Recruitment Agency, që ta bëjmë një reklam, se tu bëjmë reklam pa le. Por është ngritur Real me Recruitment zero Agency. investim dhe shërbim. RRA. Real, sepse Po pra, po RRA, Real Recruitment Agency. po, si diçka reale, sepse ishte në fakt kompani Po, reale. po me IT-n e ndarë për gjithmonë, apo prapë ke një Rrugët tona mendje? janë ndarë për gjithmonë. Ashtu, ha? Unë kuptova aftësinë time më të madhe që ishte menaxhimi dhe marketingu. Në atë kohë kur unë kam studiuar shkenca kompjuterike, jetoja në Trajaz dhe nuk ishte as internet atëherë atje. Dhe kam mbaruar me shumë sakrifica shkollën dhe më vjen keq që e kam lënë. E kam mbaruar në kohë, kam punuar në profesionin tim, por kuptova kur u rrita që nuk ishte ajo që unë doja të bëja. Në Trajaz shkon shpesh? Po, sot erdha nga Trajasi. Kam prindit atje, vëllezrit, punojnë me Janë eskavatora. qetësuar, u bindën që nuk do ja marrë njëri Për ujin, ujin. apo akoma janë konfuz? Ata, familja ime, zoti kryeminist, mund të jetë nga të vetmet familje që punojnë ende me bujqësinë. Edhe nëse janë prekur, unë i kuptoj. Jo, po janë qetësuar tani, domethënë Të kanë qetë kuptuar ishin. që nuk ka më se u ngrit gjë fortunë, nuk do mungoj uji. Nuk do mungoj ujë, kjo ka rëndësi. Kjo- T'ja përcjell Tragjasit në Po jo më çdo përse janë qetësuar din vetëm ata më çfarë. Po ata e kanë që marrin flak. Të quaj edhe ti që merr flak më një herë, e ke. Jo, që kur jam bërë mami jam qetësuar dhe unë shumë.
Je bërë mami për herë të parë apo për herë të Për dytë? herë të parë djali im është 3 vjeç. Të rroj Samarit dhe Faleminderit. po goca kur do vi? Kur doj Zoti. Po bashkëpunëtori është gjerman apo shqiptar? Bashkëpunëtori në Gjermani është gjermane, është një Jo, vajzë. bashkëpunëtori për djalin. Jo, unë jam shumë tradicionale. Babai i djalit është shqiptar. Po, të dash bashkëpunëtori. Jo, më fal, keq kuptova, ke drejt. Po ti je martuar ti? Jo, Akoma? akoma. Po ti? Edhe unë akoma, po në ato ujra, paka. Se në ato ujra. Po flisni pak më parë që jeta sociale në Gjermani nuk është shumë e thjeshtë. Ku martohet zotë në Gjermani ashtu? Ku ka ashtu ditë në rrugë Unë me dhe... gjeta në Shqipëri, pastaj ika në Gjermani, u tregova pak më e zgjuar. Më se kanë problem ta për ashtu bonar që kanë shumë kërkesa këta me sa kuptoj unë. Keni një merak tjetër për të mos ju ngel në gjë merak pa thënë? Brendi jonë si vuon, ka përveç supermakinës, ne kemi bërë dhe jahte edhe produkte tjera industriale, edhe mendojmë që zhvillimi i një projekti edhe puna që po sjellim nga Gjermania në Shqipëri, do të ishte një katalizator shumë i mirë për zhvillimin e kapaciteteve vendase, edhe për një bashkëpunim midis dy shteteve, pasi unë e shoh gjithë Europën si një shtet vogël. Ja, rregull. Dhe kjo është arsyeja pse po vi që të jetoj në Shqipëri kohën më gjatë. Ky ishte epizodi Gjermania. Këta ishin shqiptarët që jetojnë me punë, që luftojnë për ditë me realitetin për ta bërë më të mirë, për të realizuar ëndrat dhe shpresat e tyre, edhe ja ku janë. Shëndosh si kokra e mollës, kur thon fjalës. Ju uroj çdo të mirë dhe çdo sukses. Faleminderit për hapësirën, po a Jam do t'i e përmbajmë bindur që- traditës që bëjmë edhe në një pyetje A do të juve? bësh pyetje po, nuk e kemi bërë tamam këtë traditë, po hajde ma bëj një Ta pyetje. kthejmë në traditë. Nëse do të ishit sot 33 vjeç, zoti kryeministër, dhe do 33. fillonit nga zero, unë sot jam 33 vjeç. Që nga në moshën e Krishtit. Po, prandaj po ju bëj këtë pyetje. Nëse sot do të ishit 33 vjeç dhe do ta nisin nga zero në Shqipëri, por pa postin e kryeministrit dhe pa mbështetje politike, cilin fushë të biznesit do të prekje të bëje dhe çfarë do dhe pse? Është shumë e vështirë të projektohem në një situatë hipotetike, por kjo punë që bëj më ka çuar në vende që ndryshe s'do isha parë kurrë, në cepat e Shqipërisë, që përveç atyre që jetojnë dhe ata që kanë qenë bashkë me mua aty, s'besoj se i ka parë njëri, dhe kam parë njerëz dhe kam parë gjëra të pabesueshme për kurajon dhe për mënyrën se si njerëzit ja kanë dalë të krijojnë një realitet të tyre aty ku po të shikosh thjesht sigur je përpara një panorame, nuk të shkon kur mendja se mund të bëhet sukses. Dhe janë në çdo fushë suksesi në Shqipëri është i mundur nëse është fuqia për të ndjekur atë ëndër që ke, edhe nëse nuk i ndahesh deri në fund sado vështirësi të ndeshës, sepse vështirësitë ju e keni provuar vetë. Janë të një forme tjetër, por janë kudo. Pra nuk është se vështirësitë janë kudo. Kështu që po unë personalisht, nëse do tash duke u përpjekur të jap përgjigje, nuk e shoh dot veten ndryshe përveç se duke u marrë me arte dhe duke u marrë me krijimtari, nuk e shoh dot ndryshe veten. Ndërkohë që është e sigurt që po tisha 33 vjeç sot, unë vetë personalisht nuk do merresha me politikë. Kjo është pak po e sigurt, sepse nuk është më koha e ndryshimeve të mëdha, por është koha e proceseve të mëdha që janë për ata që
janë kushtuar dhe përkushtuar politikës nuk janë për njerëzit që e shikojnë ato nga jashtë siç e shikoja unë kur isha në atë moshë, edhe natyrisht shikoja një gjë që duhet prishur, duhet shëmbur, duhet ndryshuar. Pra, ju mendoni që në atë moshë që ju e keni nisur ishte e nevojshme, sot nëse do ishit 33 vjeç nuk do hyni politikës, por artit. Më pyete mua personalisht, nuk po them që sot s'duhet. Unë mendoj që gjithkush që E ndjen veten qytetar, që të jetë i dobishëm duhet të merret në politikë, në kuptimin që të bëj politikë, po duhet të jetë interesuar për gjërat, që mos i lëri në dorë të lloj. Kështu që, por personalisht unë vet jam i prirur të mendoj që përsëri do isha aty ku do duhet të jem mbasi mos merrem më politikë me art, me krijimtari. Shumë faleminderit për përgjigjen tuaj, zoti kryeminist. Nuk e di sa. Jo, më pëlqeu shumë, ishte, sepse arti është sigurisht është një botë e madhe e bukur që ka dhe ai ato tregon vetat, gjendjen po, shpirtërore. ka dhe ato të vetat, po ka shumë vështirësi dhe ai. Konkretisht kultura, piktura dhe skulptura apo dhe në një fushë tjetër arti. Tani janë bërë shumë, tani sot bota është shumë ndryshe nga çka ka qenë dhe mundësitë janë pafundme. Sot me teknologjinë mund të bësh gjëra, për shembull unë tani në aq kohë sa kam dhe me aq mundësi sa kam, përdor inteligjencën artificiale për të bërë skulpturat, për shembull, përdor vizatimet, inteligjencën artificiale, pastaj duart, pastaj kthehem prapë aty, pastaj domethënë është e pafundme sot rruga e mundësive për krijimtarinë. Ti besoj e provon vetë me këto projektet e tua që me programet e reja, madje edhe inxhiniera ndërtimit po futet në inteligjencën artificiale për bërë idealizime sistemesh, komplet gjë tjetër. vizatim me Është llogaritmë. komplet gjë tjetër. Unë pash një urë, nuk e di, ata kanë zënë sytë, pash një urë që ishte bërë në Kinë që një urë e jashtëzakonshme që kishte një pararsye, nuk e pararsye të mënyrës se si të vendit ku ishte midis maleve dhe të mënyrës se si lidhte dy anë,